Sherri për një vajzë dyshohet jetë shkaku i vrasjes së 27 vjeçarit Fatjo Noçka. Ngjarja ndodhur mbrëmjen e së shtunës në qytetin e Elbasanit. 27 vjeçari, djali i një efektivi policie u qellua disa herë me armë, ndërsa dilte nga shtëpia e motrës në lagjen Beqir Darda, pranë Unazës jugore të Elbasanit. Sipas policisë, autori me inicialet OSH, i cili tashmë shpallur në kërkim para vrasjes, kishte komunikuar në telefon me 27 vjeçarin. Ai kishte shfaqur shenja xhelozie për një vajzë dhe i kishte kërkuar Fatjo Noçkës të takoheshin për t'u sqaruar. Por i riu me banim në Cërik dhe origjinë nga Korça nuk e priste që ky takim do t'i merrte jetën, teksa autori e priste me pistolet. Pasi e ka qelluar disa herë me pistolet, autori ka shfrytzuar errësirën për t'u larguar me një automjet, ndërsa postbllogjet e ngritura nga policia nuk kanë dhënë rezultat për arrestimin e tij. I riu gjet në grahmat e fundit në afërsitë një gomisterie, ndërsa banorët të rastësishëm që kanë dëgjuar të shtënat dolën ta ndihmojnë duke transportuar në spital. Por për të riun nuk ka pasur asnjë shpresë, ndërsa ka gjetur vdekje në spital.